Zgjedhjet që sapo u mbajtën kanë krijuar një rezultat vërtet të favorshëm për lëvizjen vetëvendosje. Ky subjekt politik tashmë ka në kodrin e saj një numër minimalisht prej 56 deputetëve, ndërkaq shtuar këtu edhe numrin e minoritarëve do të jetë e mjaftueshme për të formuar një shumicë të solide në kuvendin e Kosovës. Natyrisht unë pres që shumë shpejt mund të konstituohen institucionet e reja, sepse në momentin që bëhet certifikimi i rezultateve, gjithçka do të jetë e qartë, e mëshme dhe shpejt e realizueshme. Me që ka mundësinë që të mos ketë paraliza dhe blokada nga skush për formimin e institucioneve, këtë punë ta bëjmë me urgjencë maksimale në afatet e caktuara, duke respektuar afatet ligjore të pas zgjedhjeve të procesit pra post elektoral, në mënyrë që të jemi në gjendje që të përgjigjemi dhe përballemi me kërkesat edhe sa i përket miratimit dhe parsisht miratimit të buxhetit për vitin e ardhshëm, po edhe marrëveshjeve ndërkombëtare, miratimit e tyre për të cilat absolutisht humbse dhe do duhej të reflektonin seriozisht dhe të ndryshonin kurse dhe strategji taktike.